biskotat e shëndetshme që të marrin fëmijët në shkollë edhe që të ham dhe neve në shtëpi. Bënen vetëm me 4 përbërës edhe janë të tregoj tani se si e përgatituan. Në fillim do hedhim 2 banane, edhe banane duhet që t'i shtypim mirë, edhe pasi i kemi shtypur bananet me një pirun, nuk ka rëndësi fare, me se do t'i shtypni. Pastaj do hedhim përbërësit e tjerë brënda. Ky është peanut butter, nga i cili do hedhim, unë hodha 2 lugët të mbushura si që shikoni, lugë të vogla, edhe pastaj i hodha tërshër. Tërshër është 1 gotë me 1 gotë e gjysmë, se varet se do ta shkoni nga përzierja. Edhe në fund fare do t'i hedhim këto copat e çokoladës brënda, sa më shumë aq më mirë për mua, po okej, mund t'i hedhni vetëm 1 kupë të vogël me këto. Edhe pastaj pasi të i përzieni të gjithë përbërësit bashkë, do t'i ndajmë në pjesë të vogla, siç mund të shikoni aty. I marr me lugë, do me thënë se është përzierja mjaft e langshme, e ujshme, edhe do t'i vendosim në një tepsi në të cilën kemi shtruar letër nga lartë që të më na ngjiten në tepsi kur të na piqen. Nga lart do t'i hedhim edhe disa copa çokolade akoma. Unë i kam çokoladë që është me qumësh, mund të merrni dhe çokoladë të zezë, nuk ka problem fare. Si u pëlqen juve, mua nuk më pëlqen ajo e zeza, më duket pak e hidhur dhe ndaj marr këtë me qumësht. Edhe tani do t'i vendosim në furrë që të cilën e kam ngrojtur nga para, më përpara do me thënë, në 180 gradë vendosa unë, edhe derisa të marrin këtë ngjyrën e kuqe. U bën o njerëz aq të shijshme, aq të shëndetshme, sa kuptohet që nuk kanë as dhe një diferencë nga biskotat e blera, vetëm që janë shumë të shëndetshme. I pëlqyen edhe djalit edhe do marrë edhe nesër në shkollë dhe mbetën dhe për